Erdogan është treguar jashtëzakonisht i zgjuar. Një, ai ka rritur fuqinë mbrojtëse. Po duke ditur që Amerika i ka dhuruar vazhdimisht Turqisë armatime. E kupton? Edhe industri. Turqët gjatë gjithë kohëve, ashtu si dhe kinezët, kanë mbledhur informacione, kanë mbledhur teknologji, kanë mbledhur njerëz që kanë studiuar. E kupton, në këto vende. Dhe ky njeri ka ditur t'i shfrytëzoj këtë mas njerëzish dhe këtë mas materiale e tjera, këtë kulturë në përgjithësi. Sot Turqia prodhon manufakturë dhe shmbathje të mrekullueshme, të cilësisë shumë të lartë, ashtu si pasaj nga avionat, tek dronët, gjithçka, te makinat, shumë gjëra. Dhe Turqia e sotshme nuk ka fare të krahasuar me atë që unë kam parë 30 vjet shkuara. S'duam tani njerëzit mund të thonë, po natyrisht këto njerëzit e kanë bërë, po njerëzit duan një kokë. E kupton? Dhe kjo kokë ka qenë Recep Tayyip Erdogan, një njeri i sportit, i kulturës dhe shumë i dhënë pas atdheut të vet. Patriot. Shumë patriot. Po ashtu ai ka dishur titur të përbashkoj edhe anën besimit të popullit vet. Do të thënë anën fetare. Pse a ndikon kjo, ka lidhje kjo gjë me gjithë zhvillimet? Unë them që po. Unë kam takuar në vitet 94-95 në Turqi, njerëz që ishin jashtëzakonisht të zëmëruar me pushtetin e atëshëm, sepse ai i keq trajtonte për shkak të besimit. Besimit Osman, domethënë, Islam. Edhe, domethënë, ai ka ditur t'i përbashkojë të ato. Po jo vetëm kaq. Luftrat e ndryshme që kanë ndodhur në atë zonë e kanë forcuar jashtëzakonisht shumë Turqinë. Unitetin. Jo Turqinë ekonomikisht. Sepse janë bashkuar edhe më shumë edhe me njëri tjetër. Jo vetëm atë, po në një mënyrë apo në një tjetër Turqia ka shfrytzuar varfërinë e këtyre vendeve të tjera rreth e rrotull. Konfliktet e tyre. Faktin që aty ka pasur shumë klandestin apo njerëz emigrant që kanë ardhur dhe ka lullëzuar tregtia më e madhe, ajo e Floririt. Po edhe të tjerat, të gjitha llojeve. Që nga nafta, gazi, tash, dhe Turku Erdogan ka ditur edhe të ruajë një farë pavarësie nga pjesa tjetër e perëndimit. Pra, është treguar edhe diplomat. Shumë. Me zgjuarësia i ka ditur të bashkëpunojë edhe me rusët, edhe me kinezët, edhe me sirianët, edhe me irakenët, edhe me izraelitët. Do të thënë, një lloj pelivanllaku që ka prur të mira të mëdha Turqisë. Sot Turqia është një shtet jashtëzakonisht i fuqishëm. E kupton? Është i fuqishëm ushtarakisht, sepse gjithmonë Turqia ka pasur forcën ushtarake aktive më të madhe se të gjitha vendet e tjera të Europës, po të marrësh veç e veç. Ka pasur armatime të shumta të dhëna nga Amerika, pastaj që i ka zhvilluar vetë me teknologji të madhe, ka shkencëtar Turqia sot. Do t'ju them një fakt që mbase njerëzit nuk e dinë. Personi që ka shpikur teknologjinë 5G, këtë të telefonave, të komunikimit, në internet dhe në smartphone, është turk. Është një turk, inxhinier që ka studiuar në Amerikë, dhe atje në Amerikë ju ka ofruar kompanive të mëdha amerikane teknologjinë, domethënë shpikjen e vet, dhe ata se kanë pranuar. E kanë sjellë vërtet një 4-5 vjet, dhe zotëria ka kërcitur e ka ikur. Është kthyer në Turqi, ka ndendur duket gjatë 2 vjet tjera, ka ikur në Kinë. Atje kinezët e kanë marrë direkt, i kanë dhënë patentën, i kanë dhënë shpikjen, i kanë dhënë parat, dhe sot Kina është një nga vendet më të zhvilluar. Kina tash ka filluar teknologjinë 6G në për atë punë, po që duhet të them këtë që turqit kanë potencial të madh edhe në shkencë. Pra, kjo është ajo që është Turqia. Kjo është ajo Turqia pak a shumë siç e kam parë unë dhe shumë mirë bëre që na përmblodhën, na shpjegoi. Tani do të them edhe 2 fjalë tjera që njerëzit nuk i dinë. Ose edhe i kanë harruar. Në vitin 2016 Recep Tayyip Erdogan u përball me një nga grushtet e shtetit më të rrezikshme që mund të ketë ndodhur ndonjëherë. E kupton?
janë arrestuar në mos gaboj si fillim 34.000 njerëz. Dhe pothuajse të gjithë nga pjesa e ushtrisë. Një numër shumë i madh generalësh, kolonelësh, domethënë efektivisht nga të gjitha forcat e policisë, të shërbimit informativ e tjera e tjera. Recep Tayyip Erdogan mori një sinjal sipas të cilit ky kishte një plan të organizuar nga CIA dhe nga shërbimet sekrete të Europës për të rifilluar pranverën arabe me qëllim për të zhdukur mbretëritë dhe të ashtu quajtur të autokrat, ku në radhë të parë ishte vetë Erdogan, ishte mbreti i Jordanisë e ca të tjerë. Dhe me të marrë këtë sinjal, Recep Tayyip Erdogan me njerëzit e tij shumë besnik kuptohet, sepse kjo përballje është e jashtëzakonshme. Nuk mund të dalë shaptazi kundër kaq shumë forcave të ushtrisë, njerëz me shumë potencë. E kupton? Dhe duhet dish që ushtria, domethënë kuadrot e lartë ushtarak në Turqi janë si kokrat e diamantit. Domethënë respektohen maksimalisht, paguhen shumë mirë, e kupton, vlerësohen, mbrohen e çfarë duhesh ti. Dhe Recep Tayyip Erdogan i ka vënë gishtin Europës në radhë të parë për atë grushteti. Po kupton? Dhe ajo hije nuk është zhdukur kur. Domethënë midis Europës dhe Recep Tayyip Erdogan ka pasur gjithmonë një konflikt të hapur në këtë drejtim. Pavarësisht. Dhe ka qenë edhe një nga arsyet pse Recep Tayyip Erdogan u afrua me Putinin. Ka qenë një nga arsyet, po jo e vetmja. Po kupton? Dhe ashtu siç kanë thënë edhe më përpara, Europa ka bërë gabime të tmerrshme. Dhe ka bërë veprime që kanë synuar gjasme ta sjellin botën gjithmonë drejt demokracisë, më thash pralla si këto, dhe gjithmonë i janë kthyer në bumerang. E kupton? Tani, unë kam hedhur në një video para ca kohësh që në ambientet e brendshme të Pentagonit, të CIA-s, më thënë tash, është bërë fjalë për një tërheqje masive të forcës ushtarake amerikane nga Europa. Po mos harroj që Europa sot, domethënë NATO, vendet e Europës kanë vetëm 30% të forcës armatosur. Pjesa tjetër është ajo amerikane. E kupton? Domethënë, në qoftë se me të vërtetë ai lajm është i vërtet dhe me sa di unë është i vërtet, dhe të rriqet gjithë forca amerikane, Europa mbetet kështu me gishtë gojë. Po pse po ja bëjnë Europës të gjota? Atëre Trump, shiko këtu, Trump pretendon, të paktën kjo është ajo sipërfaqja, ajo që duket. Pretendon se Europa nuk paguan sa duhet për armatimet dhe për gjithë shërbimet e tjera ushtarake. Mos harro që CIA ka një numër agjentësh që të mos gaboj, të pak deri para 5 vjetësh, ka qenë 125.000 agjentë në për gjithë botën. Dhe të siguroj që pjesa më e madhe e tyre ka qenë Europë. Dakord? 2. Përveç këtyre 125.000 agjentëve që kapin shërbimin qendror të inteligjencës, janë edhe 184.000 të tjerë që janë civil në shërbimin e inteligjencës. Domethënë quhen nën kontraktor. Dhe duhet dish këtë që një 5-6 nga këto kompani kapin fitime jo më pak se $1 miliard fitime neto, jo më pak se $1 miliard në vit. Të vazhdojmë? Në lutë mençëm. Dhe të gjitha këto shërbime praktikisht Europa ka gjysmë milioni të investuar dhe nga 1 miliard 1 miliard fitime çdo kompani. Një kompani për shembull që ka 200-300 veta, 500 veta, kompani private, që nën kontraktohet nga CIA apo nga NSA, kapin shifra fitimi neto. E kam fjalë më shumë ke investimi, sa investimi Investimi, atëre ta them unë ty. Është baza kryesore. Deri në vitin 2001 kur u bë sulmi mbi kullat binjake, Amerika kishte domethënë shërbimet e inteligjencës kishin një investim, një buxhet diku te 5 maksimum $10 miliard në vit. Pas vitit 2001, buxheti i kaloi 50 miliard. Vetëm për CIA-n. E kupton?
Domethënë, përveç çka investohen në aparatura, satelit, e më thëtë tash, vetëm buxheti për programet, për trajnimet, për pagat, e më thëtë tash, i CIA-s dhe i nën kontraktorëve është mbi 50 miliard. Tani më duket para një 4-5 vjetë shkullur prap duhet jetë rritur. Sepse edhe FBI-a ka kërkuar fonde të mëdhaja, pasi si pas FBI-s, drejtorit të FBI-s të asaj kohe, një agent i FBI-s duhet të përballet me 50 agent të mirë trajnuar kinez. Okej. Domethënë, Kina ka agent të trajnuar, ushtarak të mirëfillt, inxhinier. E kupton? Sidomos në fushën e inteligjencës artificiale, të interceptimeve. Kur ta bëjmë atë emisionin kështu, do ta bëjmë live për trim atje në studio. Do ta bëjmë një ditë prej ditësh. Do ta bëjmë një ditë prej ditësh. Kalojmë ke kthehemi ke çfarë Samiti se mua më pëlqen po e shijoj shumë ideja që Samiti është ky. Mos jemi shumë klodhshëm për njerëzit. Jo se janë informacione të mira, por pas Amerikës fuqia më e madhe ushtarake në Europë është Turqia. Turqia ka treguar që ka potencial të madh njerëzor, potencial ushtarak, e kupton? Dhe është në një zonë jashtëzakonisht të ndjeshme, që ka edhe gjithë pjesën e lindjes së mesme, të Azisë, e kupton? Edhe pjesën e Rusisë. E kupton? Tashti Erdogan thot, po ne jemi me Europën, do ta mbrojmë njërin e tjetrën, do mbrojmë Ukrainën njërin e tjetrën, po ti je i sigurt ata të tjerë dinë që Ukraina ka mbaruar. E kupton? Domethënë, nuk ka shanse Ukraina që të ringrihet. Lere që dëgjonin për gazeta, surma, sigurisht ata bëjnë surme dhe të rrezikshme. Po mos harroj që Rusia përruhet, po përdor 1% shumë vogël fare. Po pra, Rusia nuk do që të përdorin të gjithë potencialin e vet. Pra ditë tjetër më të rëndësishme se sa aq. Dhe disa era i ka paralajmëruar që nëse sulmon, ai do sulmoj atje ku ju dhem më shumë këtyre europianëve. Ti je i sigurt. Por ai asnjëherë nuk e ka dashur. Ku i dhe më shumë europianëve sipas Rusisë? Po një lloku me Londrës për shembull edhe. Okej. Nëse apo Parisit, apo Romës, se ka përgjej. Nëse e jep truri. Domethënë, nëse ati s'ja jep truri të qartësojnë që gjallë. Ai ka një doktrinë ushtarake të miratuar nga kuvendi, nga Duma, dhe nga shtabi i përgjithshëm ushtarak. Ku natyrisht ai si president është dhe kryetari, e kupton? Dhe ka njëri shumë besnik pranë vetes që është Medvedev. E kupton? Dhe këta njerëz kanë një doktrinë, nuk flasin broçkull ata, që mu tek mua sot ashtu edhe mjesh. Jo, ai ka të përcaktuar, ai e përdor atë vetëm në rast se ai vetë është i rrezikuar. Domethënë atje ku s'mban më. Kështu që nëse shtyne ca ata, i vjen momenti. Po i vjen momenti se ka të shkruar ai atje. Bile ai ka të programuar që e nis vet. Ti e ke dëgjuar fjalën dead hand? Apo jo? Po. Domethënë, ajo dora e vdekur, Po. fillon vetë ajo, s'pyet për njeri. Kështu që këto janë shakara idiote, thebun. O zot më djej. Nga ana tjetër, Putin nuk ka interes të jetë në konflikt me Europën. Sepse e ka treg. E kupton? Nuk i ka interesuar asnjëherë, si thuash, ana ushtarake, ana e pastur ushtarake. Por nga ana tjetër, ai ka bërë të gjitha çka i duhet atij për të spionuar, për të rekrutuar, për të korruptuar, më thjesht i ka bërë ai, sepse këta ofrojnë vetë. Ta kam thënë vetë unë. Këta kanë arritur në një gjendje që nuk ke nevojë ti kërkosh informacione, ti japin vetë. Tani të jedhemi te Turqia? Te Turqia, te Samiti, i NATO-s në Turqi, në Ankara. Samiti i NATO-s unë e shoh si tani një atyre pleqve që mblidhen edhe për të qarë një shokun e tyre. E kë për qarshin ata? Po veten e tyre. A nuk thuaj që do të ndodhe diçka pas këtij takimi e një? Asnjë. Asnjë të? Asnjë. Domethënë asnjë gjë nga ato mirësitë që presin këta. Jo nga mirësitë, po nga qa? Nga të këqijat, unë them se këto
Kto e vullën do ditë, që vazhdon akoma, se është 5 ditë ajo. Mund të ndodhi një Iran. Ndodhi çka ndodh në Iranin për shembull. Ku? Në Turqi. Jo. Nuk e sheh, a ka risk Turqia të futet në luftë? Me kë? Me këta. Me Europën. Jo. Nuk ka risk. Jo. Nuk ka risk. Me Rusinë? Nuk ka risk. Nuk ka risk. Shiko, si të thash, Erdogan... Ko burë, po pse e dha ku burën, se është pikpyetja. Pse e dha ku burën aty? Atëre, Europianët gjithmonë duan të thonë që ne jemi zotur. E kupton? Dhe mua më vjen keq që asnjëri prej tyre nuk arrin ta thotë troç që çuna shkojmë flejmë dorë gjumë se ne kemi mbaruar. Kthjellohen. Europa ka potenciale, por nuk di t'i shfrytëzoj dhe ka krijuar kaq shumë konflikte sa nuk di të dalin me. Edhe me Turqinë ka krijuar konflikte të panevojshme. Nuk e duam Turqinë neve se ka shumë islam, po pastaj se ka shumë islam. 5 milion njerëz nga Afrika jetojnë në Francë, pjesa më e madhe janë të fesë islame. Çdo të thotë kjo? Ky është një shtet. Ndërkohë që ka Europën, mes të Europës vetë. Mes të Europës, mes të Romës, mes Milanos, mes të Berlinit, Gjermaninë, Austrinë, ku dush ti. Dhe Islam është një besim, nuk është detyrimisht një armik. S'mund të jetë një armik. Mësimet e fesë islame janë mësime të pastra. Mësime që të mësojnë të pastra. Në kuptimin që mësojnë si ti jesh sa më mirë në familje, si ti jesh sa më mirë në shoqëri, si të respektosh fëmijën, prindin, e më thet tash, çat keq e ka shoqëria. Përkundrazi. Po pse e njollosin këtë? Pse e bën pistë gjë? Pse e orientojnë ke Tani ti kthehemi pra pas. E gjithë e keqja e kësaj bote është Izraeli. Izraeli ka dashur gjithmonë të fusin të tjerë në konflikt, se vetë nuk janë dhe dote. Prandaj kanë nxitur gjithmonë urrëti, gjithmonë përçarje, ka implikuar njerëz gjasme në aktivitete kriminale, ka nxitur dhe ka krijuar dhe ka nxitur vetë grupe terroriste. Takimin e samitit NATO-s në Ankara, pse nuk e shef si Trumpi ka shkuar si deleguar i Izraelit për takuar Erdoganin për t'i tërhequr vesh? Jo, nuk është ashtu. Unë nuk e shoh ashtu për vete. Nuk e shoh ashtu. Unë e shoh që Trump... Po kot si dha Kobure i më engjëllë gjithë këtyre. Ai Kobure Se ka mesazhe Kobure. Se si ka dhënë herë tjetër Kobure ja dha këtë. Se po i thot troç mos të rynin punët e mia. Ato pas kanë shkuar pra për ndërhyrje të punët e tij. Jo, ata kanë shkuar. Duhet të lëjë parimin që nuk ta kujtova, edhe një herë, nuk ta kujtova kod 2016. Ata vazhdojnë të luajnë lojën që ne nuk jemi dakord me politikat e autokratëve, të klikave sundimtare tjera. Në një farë mënyre Erdogan është i tillë. Po unë do t'ju them një sekret të vogël, që natyrisht unë ditë ndaj, po se sa kemi kohë këtu t'i shpjegojmë ashtu siç duhet është tjetër gjë. Kina është një vend ku sundon Partia Komuniste. Dhe Xi Jinping si kryetari i kësaj partie sundon. Rusia është një vend ku sundon Putin me partinë e tij Mother Russia, nëna Rusi. Dhe ai sundon si despot. Dakord? Në Iran sundojnë ajatollat me atë këshillin e tyre suprem të fesë islame e tjera. Dhe duket sikur ta njerëz janë njerëzit më të këqij për popullin e vet. Tashti, unë do të marr Iranin. Se mbase është pika më ndjeshme. Unë ta kam thënë disa herë që vetë klika e ajatollave në fakt është krijesa e Amerikës dhe Izraelit. Pse? Sepse ata nxitën korrupsion, siç nxisin këtu, nxitën përçmim total ndaj njeriu të vogël, ndaj njeriu të popullit. Dhe kjo në një farë mënyrë krijoi zëmëratën e madhe, siç është krijuar dhe këtu, dhe doli një forcë që ishte me të vërtetë e popullit. E kupton? Ti e di që ai ajatollahu i madh ka pas studiuar në Francë. Ka qenë njëri do si do ai. Ka qenë një nga njerëzit më të zgjuar të... E kupton? Dalin gjë nga Franca këto mjeshtra. Po.
Ta them unë pse Po, ta kena gjej. thonë, nuk e di, kena thonë bashkë Dhe- apo jo. Dhe sot jemi në një piku, shikojmë një regjim që shtyp, vret, masakron, duket në pamjen e parë popullin e vet. Po me të vërtetë ashtu është? Dëgjon çik mirë. Ata janë populli më i rrezikuar sot në luftë kundër një superfuqie siç është Amerika dhe një vend jashtëzakonisht agresiv siç është Izraeli. Ata e dinë që jo e dinë ata, e di gjithë bota, që Izraeli është një popull super ashtu, i cili paguan, korrupton, rekruton dhe fut njerëzit kundër njëri tjetrit. Dhe në Iran ata kanë pasur me qindra, ndoshta me mijëra spion. E kupton? Është fakt ky. Ata rinin të gjenin ku ishin komandantët, që bumi godistin e tjera e tjera. Domethënë kanë bërë ata çuditëra. Dhe ti si kujton? Si është më mirë, po të bëj pyetjen ty, që ky regjimi të mos vepronte dhe Izraeli të bënte atë që kishte qëllim, apo ky regjim të bënte atë që bëri dhe ta nxirrte jashtë edhe Amerikën dhe Izraelin. Çfarë do ishte më mirë për popullin evropian? Kjo është e zgjidhja. Sot thuaj që e ka dalë jashtë? Kush? Këta, Izraeli me këta? Por, Ka dalë jashtë? në ç'kuptim ka dalë jashtë? Që e kanë luftuar dhe e kanë nxjerrë jashtë, që the. Edhe një herë. Regjimi i ajatollave, pra pushteti në Iran, kishte dy zgjidhje. Po. Ose të vriste të gjithë ata persona që ju futën në shërbim të Izraelit dhe të Amerikës, ose të mos i vriste dhe aty çfarë do ndodhte? Do futej Izraeli, do futej Amerika. Tashi për ty, kush ishte më e mira për popullin iranian? Varianti para apo i dyti? Varianti që qeveria të vriste armiqtë e popullit, domethënë ata që ishin vend në shërbim të Izraelit, apo të mos i vriste? Dhe ata të bënin punën e tyre. Si thua ti? Po e para do ishte më mirë. E para sigurisht ata bën ata. E ti thua që është pastruar Irani, thua ti me këtë po them pra, e kanë nxjerrë jashtë Izraelin dhe këto. Natyrisht ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe mos harroj që lufta çdo ditë nxjerr atje krimba. Po. Sepse tani njerëzit janë Ndërkohë që bëj Samiri atje vazhdonin ato me raketa prap. po pra, por lufta vazhdon, sepse pse? Sepse Izraeli dhe Amerika Trumpi reagoi që nga Samiti që tha ata janë popull llumë, janë kështu e gjithë zezë. Tani se kush është llumë di gjithë bota xhan. Po, ne s'po merremi me këtë. Aty Me fillon këtë historia pjesë. e gjithë botës. Po pra, ne s'po merremi me këtë pjesë këtu, po unë di këtë që unë për vete, të paktën ashtu siç jam edukuar unë. Unë nuk do lejoja kurrë që në këtë vend të futet të sundoj dikush tjetër. Për më tepër një vend që gjithmonë ka pasur qëllime,